Megjithëse përmendje si shkurt, po prapë se prapë duhet me të pyet që me qartësu për gjitha shikueset tona, gratë cilat kanë pas ma shumë lindje normale, a janë, ta themi, a duhet t'jenë më vigjilente, sepse të gjitha duhet t'jemi vigjilente. Po, është e vërtet. Po, janë më të rrezikune, po e thamë një fjalë. Tralla kemi raste tash të më thonë që gratë kanë për shembull ndoshta ka 7 se po që kanë pas për shembull përpara, domethënë ashtu janë rastet e rrallë, sot janë 1, 2, 3 eventualisht, domethënë ashtu që edhe 3 lindje normale. Po edhe nënën tjetër, a është tash patjetër me mendu që tash unë i kum pas 7 lindje edhe tash i kam me pas kancerin e qafës. Absolut edhe kjo jo. Sidomos përpara, edhe pse kanë pas lindje të shpeshta edhe të shumta, nuk kanë pas kancer qafës mirës, se s'kanë pas infeksione me human papilloma virusën, edhe kanë pas imunitetin më të lartë. Domethënë edhe faktikisht edhe nëse ka ardhur të çaj infeksion, në realitet organizmi i grave, ma për gjysheve tona